Kampionati ndërkombëtar i karates u zhvillua në Lushnjë, një aktivitet që për herë të parë erdhi me përmasa kaq të mëdha në Shqipëri. Aktiviteti sportiv u organizua në palestrën Fotopuka, ku morën pjesë sportistë nga 9 shtete të rajonit dhe më gjerë. Qyteti i Lushnjës u përfaqësua në këtë kampionat nga ekipi Bite Shqipes, i cili garoi në kategori të ndryshme moshash. Në këtë event ndërkombëtar marrin pjesë të gjithë grup moshat, pra nga 7 deri 25 vjeç. E veçanta këtij turneut është i standardit ndërkombëtar, pra si në organizim dhe në pjesën e sportistëve elitar që marrin pjesë në këtë event, pra kampiona Ballkani e Evropës, që s'ka ndodhur asnjëherë më përpara në Shqipëri. Keni gjetur mbështetje nga pushteti lokal? Deri tani për fat keq, por në këtë event Bashkia e Lushnjës ka shprehë dëshirën, madje na është bërë pjesë mbështetëse në lidhje me pjesën e infrastrukturës për organizimin e këtij eventi. Ekipi Bite Shqipes, si paraqitet në këtë event? Dhe shpreson për fitore? Patjetër, ne jemi shpiton këtu, kështu që si thuhet, qëllimet tona janë shumë të larta dhe them se do arrisim. Po, gara është garë, në fund do shikojmë. Në ceremoninë e hapjes, përfaqësues nga Federata Shqiptare e Karates dhe Federata e Karates e Kosovës përshëndetën pjesëmarrësit dhe vlerësuan organizimin e këtij eventi ndërkombëtar. Membrat e Federatës Shqiptare të Karates, dua të falenderoj të gjithë ju që në pranimin tuaj këtu në këtë salë i japni rëndësi dhe gjallëri këtij aktiviteti. Sporti karates është më shumë se një garë. Sporti karates është në një jetese, është një shkollë e vjetër që në mëson disiplinën, në mëson respektin për kundërshtarin dhe punën në grup. Gjithmonë është kënaqësi që jemi këtu dhe të shohim çdo ditë që karatea përmoj përmasa të zhvillimit në secilin cep kushtitet shqip. E pranishme në aktivitet ishte edhe nënkryetaria e Bashkisë Edlira Mezini, e cila u uroi mirëseardhjen sportistëve dhe delegacioneve pjesëmarrëse në Lushnjë. Në fakt, qyteti jonë sot duket se ka ngjyra më shumë se herë tjetër, ka më shumë gjallëri dhe kjo fal zërave të këtyre fëmijëve dhe fal gjithë mysafirëve që kemi sot prezent. Në Bashkisë Lushnjë i falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, skuadrat që kanë ardhur mysafirë në qytetin tonë. Dhe ju uroj shumë suksese skuadrave dhe individëve në veçanti dhe të fitojmë më i miri suksese të gjithëve.